Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka ndarë një moment të veçantë dhe emocional përmes një postimi në rrjetet sociale, duke njoftuar se ka pasur nderin të kurorëzojë martesën e çliritares bie ose eroi të kombit Agroh Rahmani. Ceremonia e mbushur me ndjenja krenarie dhe emocion u përshkrua me fjalë të ngrohta dhe vlerësime për trashëgiminë e familjes së Rahmani. Në ceremoninë e tij, Rama tha se Agroh Rahmani ishte një simbol i shëndetësisë dhe i sakrificës për lirinë e Kosovës. Ai kujtoi se heroi kishte rënë heroikisht në maj të vitit 98 në Prishtinë, duke dhënë jetën për lirinë e Adeut. Agroh Rahmani ishte dhe mbetet një emër që nuk shuhet nga kujtesa e popullit tonë. Ai ishte shembull i shëndetësisë dhe i përkushtimit për liri. Shkroi Rama, vajza e tij, qevetarja, duart një emër që sipas kryetarit Rama përfaqëson një betim të përjetshëm dhe një trashëgimi të çmuar. Ai tha se emri i saj është simboli një amaneti që jeton në zemrat e atyre që besojnë në liri, dinitet dhe drejtësi. Në këtë ditë të veçantë, qytetarja kurorëzoi dashurinë e saj me Erdi Aliajin dhe Rama shpreh urimet më të mira për jetën e tyre të përbashkët. Uroi që rrugët e saj në jetë bashkë me Erdin të jenë të mbushura me lumturi, forcë dhe besim në ideale që i kanë mbajtur gjallë breza, theksoi ai, duke i uruar çiftit të jetë të lumtur dhe të mbushur me dashuri, përkushtim dhe mirëkuptim. Kryetari përmbylli mesazhin e tij me një thirrje për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë së figurave kombëtare si Agroh Rahmani. Ai theksoi se kujtimi dhe emri i tij duhet të jetojnë simbolinë frymëzimi për brezat e ardhshëm. Trashëgimia e herojve tanë është dritë udhërrëfyese për të ardhmen tonë, shkroi Rama, duke vënë pa nevojën për kujtesë të vazhdueshëm ndaj vlerave mbi të cilat është ndërtuar shteti. Ceremonia e martesës ishte një kombinim i gëzimit familjar dhe nderimit kombëtar, duke përkujtuar lidhjet e pandara ndërmjet dashurisë, sakrificës, vazhdimësisë, së idealeve që kanë formuar historinë e shtetit të Kosovës.